Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë me ju një letër goxha të dhimbshme që e ka shkruar një burr. Kjo që do ta dëgjoni është një ngjarje e pazakontë. Domethënë ajo që është brenda kësaj letre është e trisht. Unë dua të marr mendimin tuaj për historinë që do ta rrëfej. Ju dëgjoni me kujdes dhe jepni mendimin e duhur. Letra fillon kështu, do thënë burri ja adreson gruas së tij këtë letër. E dashur grua, nuk e di se nga t'ja nis kësaj letre. Kam disa net që nuk fle. Ri i zgjuar në errësirë dhe shikoj tavanin dhe e pyes veten nëse gjithë këto vite që kemi jetuar bashk kanë qenë të vërteta, apo vetëm një ëndër që u thye në një sekond. Kur nuk e kam menduar, thot burri, se do të vinte dita të të shkruaja me zemrën cop, e me lot në sy dhe me shpirtin që më dhëmb më shumë se kur. Të kam dashur si askën në këtë botë. Kam besuar tek ti verbërisht. Kur njerëzit më thoshin se martesa ndryshon, se dashuria shuhet, unë gjithmonë mburesha me ty. Thosha, jo, gruaja ime është ndryshe. Ajo është shpirti im. Dhe sot, me zgjenjë veten, kur unë në të vërtet e them këtë gjë. Ditën që të pash me të, bota më ra mbi kokë. Ende më kujtohet ajo mbrëmje. Ti më the se do të dilje me shoqet. Ishte diçka normale, nuk dyshova. Nuk kam qenë burr xhelos në asnjë mënyrë. Të kam dhënë liri, respekt dhe besim. Por atë natë, diçka më vriste brenda. Nuk e di pse. M'falni. Zemra më rihte ndryshe. Të mora në telefon dhe ti nuk u përgjigje. Pastaj pash makinën tënde para atij apartamenti. Mendova gjithçka përveç të vërtetës. Kur hapa derën edhe të pash në krah një femrës, të një femrës tjetër, mu pren këmbët. Nuk bërtita, nuk fola, vetëm të shikoja dhe ti u zbehe. Ajo sekond më duket si kur zgjati një jetë të tërë. Nuk më tradhtove vetëm si grua, por më theve si njeri. U ktheva në makinat të natë dhe qava si një fëmijë. Po një burr qanë kur e sheh se gruaja për të cilën ka sakrifikuar gjithçka, jetonte në një jetë tjetër pas shpinës së tij. Qanë kur kupton se puthjet, përqafimet, fjalët të dua, ndoshta nuk kishin më kuptim prej kohësh. Më dhëmb sepse nuk e di kur humba në sytë e tu. A isha unë problemi, a nuk të bëra të lumtur? A të mungoj diçka tek unë? Kam pyetur veten me mijëra herë. Kam kujtuar çdo debat, çdo ditë të ftohtë mes nesh, çdo moment kur ti largoheshe emocionalisht dhe unë mendoja se ishe lodhur nga jeta. Por ti kishe një sekret. Një sekret që po e mbaje brenda ndërsa unë ndërtoja plane për ne. Ndërsa unë mendoja për pushime, për pleqëri bashk, për familjen tonë,
ti po largoheshe nga unë pak e nga pak. E di çfarë më dhëm më shumë? Jo fakti që ishte një femër, por fakti që nuk pate guximin të më flisje, nuk pate guximin të më shikoje në sy dhe të më thoje të vërtetën. Më le të jetoja një gënjeshtër, më le të prek me dashuri ndërkohë që zemra jote ishte diku tjetër. Sa net kanë fjetur pranë teje duke menduar se jam buri më me fat në botë. Ndërsa ti ndoshta ndiheshe burgosur në një jetë që në të vërtetë nuk e doje. Në fillim ndjeva urrejtjen, një dhimbje të zezë që më konsumonte nga brenda. Doja të bërtisja, të ikja larg, të mos të shihja më kurrë. Por pastaj erdhi heshtja, dhe në heshtje fillova të kuptoj diçka. Ndoshta edhe ti ke vuajtur. Ndoshta je përpjekur të jesh ajo që të gjithë prisnin, grua perfekte, bashkëshorte, nën, ndoshta ke luftuar me veten për vite të tëra. Ndoshta je trembur nga paragjykimet, nga njerëzit, nga familja dhe nga bota. Por pse më zgjodhe mua për ta fshehur këtë dhimbje? Unë nuk isha armiku yt. Do të doja të kishte qenë e sinqert, edhe si kur të më kishe thënë vite më parë, do të më dhëmte më pak se kjo tradhti e heshtur. Sepse tani ndjem si kur çdo kujtim është njolosur. Kujtoj ditën e dasmës son, ti kishe lot në sy, unë mendoja se ishin në lot lumturie. Sot pyes veten, mos valli ishin lot frike? Kujtoj netët kur ti rije zgjuar dhe më thoje se ndiheshe bosh. Unë përpiqesha të të përqafoja, të bëja të qeshje. Nuk e kuptoja që lufta jote ishte shumë e madhe se sa mund ta imagjinoja. Dhe megjithatë, edhe pse po digjem nga brenda, ende nuk arrit të urrej plotësisht. Kjo është ajo që në të vërtetë më çmend. Sepse dashuria nuk fiket brenda një nate. Edhe kur zemra thyet, një pjesë e saj vazhdon të kërkoj personin që ka dashur. Unë ende shoh gruan që më mbante dorën kur isha i smur. Gruan që qeshte me shakat e mia, gruan që më premtoi se do plakemi bashk. Por tani nuk e di kush je. Dhe ndoshta as ti nuk e di plotësisht kush je. Ka menduar shumë këto ditë, ka menduar të largohem pa kthyer kokën pas, ka menduar të fal, ka menduar të luftoj për ne. Pastaj kuptoi se nuk luftohet kundër natyrës së zemrës. Nëse ti e do atë femër, atëherë unë nuk mund të të mbaj ty me forcë. Dashuria nuk është burg, por dua ta dish diçka para se rrugët tona të ndahen përgjithmonë. Më shkatrove, më ndryshove si njeri, nuk e di sa kohë do më duhet të besoj përsëri tek dikushi, nuk e di si do ta mbledh zemrën time, ndoshta për një kohë të gjatë do të kem frikë nga dashuria.